Pas sherrit të rënd të ndodhur mes nxënësve të gjimnazit Sami Frashëri në Tiranë, policia e Tiranës njofton se ka nisur hetimi në gjendje të lirë ndaj 6 personave. Nën hetim janë personat e përfshira G 18 vjeç, JH 18 vjeç, DH 22 vjeç dhe 3 shtetas të mitur 17 vjeç. U referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasit AG 18 vjeç, JH 18 vjeç, DH 22 vjeç dhe 3 shtetas të mitur 17 vjeç, pasi në rrugën e barikadave janë konfliktuar për motive të dobta me njëri tjetrin, njofton policia e Tiranës. Përpos grushtave dhe shkelmave të rinjt kanë përdorur edhe sende të forta, duke marrë edhe konet e parkimit për të gjuajtur njëtëri në grup. Nga pamjet, duke që ngjarja ka ndodhur në prani të rriturve, por nuk ka pasur asnjë ndërhyrje nga këta të fundit për të shuar sherrin. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.